Një 23 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar në Departamentin e Policisë në Gostivar se nga llogaria e tij bankare janë realizuar 4 transaksione të paautorizuara në vlerë totale prej 20.736 denar për pagesa të kryera përmes internetit. Sipas njoftimit, rasti është paraqitur më 11 shkurt rreth orës 10:30 minuta. I dëmtuari me iniciale SB ka deklaruar se pagesat nuk janë kryer nga ai dhe se mjetet janë tërhequr pa dijeni dhe pa pëlqimin e tij. Autoritetet policore bëjnë të ditur se po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Ky incident vjen në një kohë kur rastet e mashtrimeve financiare përmes internetit po shënojnë rritje, veçanërisht përmes keqpërdorimit të dhënave të kartelave bankare, faqeve të rreme për blerje online dhe mesazheve që kanë synim mashtrimin. Ekspertët e sigurisë kibernetike paralajmërojnë se qytetarët duhet të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kryerjes së pagesave online dhe të mos ndajnë të dhënat e tyre bankare në platforma të pasigurta. Gjatë vitit 2025 në rajonin e Titovës dhe Gostivarit janë regjistruar gjithsej 65 vepra penale nga fusha e kriminalitetit kompjuterik, duke dëshmuar për një trend shqetësues të krimeve në hapësirën digjitale. Autoritetet apelojnë që në rast të dyshimeve për transaksione të paautorizuara, qytetarët të kontaktojnë menjëherë bankën përkatëse dhe të paraqesin rastin në polici, me qëllim parandalimin e dëmeve të mëtejshme dhe identifikimin e autorëve.